rekordi historik që ka thyer Edi Rama. Është i pari kryeministër në historinë mbi një shekull i shtet të Republikës Tron, i pari kryeministër për të cilin mobilizohen të gjithë shqiptarët, jo vetëm ata që posedojnë pasaportë shqiptare, por edhe shqiptarët e trojeve, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malit të Zi. Asnjë se pyet veten, ore, si ka mundësi, domethënë përse janë mobilizu të gjithë shqiptarët anë e kënd trojeve shqiptare. Nuk po flas për diasporën, po flas për shqiptarët që nuk qeverisen nga Edi Rama, por që janë ndikuar nga Edi Rama. Shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malit të Zi. Është e para herë, ju ka shkuar në mendje, është e para herë dhe ky është një rekord historik që e ka thyer Edi Rama. Shqipëria ka pas shumë kryeministra, edhe problematik, edhe me mëkate, por kur asnjëherë në periudhën e pluralizmit, jo, nuk është ngrit kur shqiptari i Maqedonisë, shqiptari i Kosovës apo i Malit të Zi, fjala vjen për të rrëzuar Sali Berishën nga pushteti në 97. Nuk ka pas mobilizim të tillë. Edhe pse Shqipëria shkoi në prag në një lufte civile, mobilizim nga shqiptarët e trojeve nuk ka pas. U rrëzu Fatos Nano në 2005-ën. Janë rrëzu më herët Ilir Meta, Pandeli Majko, por kanë qenë ngjarje brenda smajtës, kështu që nuk është se duhet kishte gjëra të tilla, por është rrëzu Fatos Nano dhe nuk ka pas mobilizim të tillë në 2005, 2004-2005 nuk ka pas mobilizim nga shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi për të larguar nga pushteti Fatos Nanon, edhe me gjithë korrupsionin e degradimin e shtetit atëherë, nuk pati. Në 2013-ën Edi Rama erdhi në pushtet me një votë masive, pas një 2 vitesh protesta të dhunshme. Kujtoni që ka ishte janari me radhë, protesta me agjend të dhunshme, protesta luftarake, kriminale të organizuar nga Edi Rama për të larguar Sali Berishën nga pushteti. Po nuk pati asnjëherë shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë apo të Malit të Zi që t'i bashkoheshin protestave të dhunshme të Partisë Socialiste për të rrëzuar Sali Berishën në 2013-ën. Pa llogarit këtu që Berisha nuk i preku votot, prandaj i erdhi këtu në pushtet fal aleancës me Ilir Metën, se s'kishte ardhur kurrë. Por shqiptar nuk pati. Atëherë si ka mundësi për Edi Ramën janë ngrit në këmbë? Është fakt, këtu ka drejt ai, që po vijnë shqiptar nga Kosova, nga Maqedonia, nga Mali i Zi për të rrëzuar Edi Ramën. Ata janë as iranian, ata janë as turq, as serb, as grek. Ata janë shqiptar. E dini kush është përgjigja? Përgjigja është mobilizu çdo shqiptar, sepse Shqipëria është në rrezik si kur më parë. Shqipëria, troja, nana e shqiptarëve të trojeve, po coptohet dhe ishte projektu për t'u nda me mafjen vendase dhe ndërkombëtare, me oligarkin vendase dhe ndërkombëtare, me kumbar Edi Ramën. U shpopullu Shqipëria, e kanë pa, e ndjejnë shqiptarët e trojeve, e ndjejnë, e duan Shqipërinë, edhe nuk e kanë mirëprit shpopullimin. Nuk e kanë mirëprit shitjen e Bregdetit Shqipërisë. Shitjen e Shqipërisë copa, pra ata e duan Shqipërinë, prandaj janë ngrit janë bë pjesë e revolucionit të flamingove. Edhe regjizori që ka organizu, që themu për herë që ka organizu revolucionin, e ka ditë këtë pakënaqësi kaq të madhe që kanë shqiptarët, por e ka ditë shumë mirë edhe perceptimin publik
të çdo shqipfolsi brenda dhe jashtë Shqipërisë në trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Malizi, e ka kuptu shumë mirë perceptimin e atyre se Shqipëria po shitet dhe po shpopullohet. Dhe rreziku numër 1 i kësaj është Edi Rama. Ky është shkaku që janë mobilizuar shqiptarët anë e kënd botës, jo vetëm shqiptarët që kanë pasaportë shqiptare, pra të Republikës Shqipërisë, por edhe shqiptarët me pasaportë maqedonse, kosovare dhe malazeze. Janë mobilizuar sepse ju dhimbset Shqipëria, sepse e dinë që Edi Rama po e shet Shqipërinë dhe po e shpopullon. Ka një projekt mizor për Shqipërinë. Kjo është arsyeja pse sheshi bulevardi kryesor i Kombit është plot me shqiptar nga të gjitha trojet. Nuk është ajo që propagandon e prallista Ulan Balla me Edi Ramën, por është pikërisht kjo. Prandaj ky është një rekord historik në 36 vite. Gjithë kryeministrat kanë bë faje, gjithë kryeministrat kanë bë korrupsion, gjithë kryeministrat kanë ngec gjërat në zhvillimin e vendit, por nuk e ka shit kush Shqipërinë. Nuk e ka shit Fatosnano, Berisha i parë, nuk e ka shit Fatosnano, nuk e ka shit Ilir Meta, nuk e ka shit Pandeli Majko, Fatosnano prap, nuk e ka shit Berisha, vetëm Edi Rama erdhi me projekt mizor për këtë komb, për ta shpopullu edhe për ta shit. Dhe kjo e bëri çdo shqiptar që të reagojnë në mënyrë instinktive. Prandaj janë sheshet plot, nuk janë se i ka pru Serbia, se i ka pru Greqia, se i ka pru Malizi, e kujtun se ka në inat këto shtete me Edi Ramën, sepse të gjitha këto shtete janë më komode se me çdo kryeministër tjetër me Edi Ramën. Aleksandar Vučić ka dalë sonde, ka thonë që do iki. Aleksandar Vučići ka qenë më rahat me Edi Ramën se me çdo kryeministër tjetër më parë. Greqia po ashtu, se precedentin që nisi Rama me detin për ta çuar në gjykatë Hagës, që na e marrin detin një herë për gjithmonë me vendim gjykate ndërkombëtare, nuk e ka bëj kryeministër tjetër më përpara. E bëri Edi Rama për interesa personale. Kështu që nuk ka interes, çfarë interesi kishte Greqia për këtë punë. Po kjo është e gjitha fal Edi Ramës, fal projektit të tij mizor për këtë komp, dhe sigurisht ajo është nisë për motive tjera dirigjimi. Këtu mund të hajë debat që ai që do me rrëzu Ramën, a i dhimbset Shqipëria apo i dhimbset biznesi vet. Pra i dhimbset sepse Trumpit nisi me i fal ishull, edhe kujtun Sorosit nuk i dha ishull, i dha vetëm naftë, kujtun çfarë mund t'i ketë dhënë tjetër. Sigurisht nuk jam naiv që të mendoj se Sorosit i dhimbset Shqipëria. Por ama kalkulim më të mirë për t'ju ngrit në këmbë, për ta turpruar në faqet botës këtë, për ta nxjerrë siç është një anti-shqiptar i frikshëm, i cili bën libra se si do e kafshojnë Shqipërinë, se si do e shes Shqipërinë me oligarkët e vet. Këtu do marr Zamiri, këtu do marr Çet Kastrati, Zamir Manja, Dulaku, kujtun tjetri. Dhe frangaje dhe manipulon popullin përmes medjave, e ndërkohë projekti i frikshëm, projekti Çubrilović vazhdonte dhe implementohej çdo ditë. Pra ky është është arsyeja e vetme, pse sheshi bulevardi kryesor i Kombit, dëshmorët e Kombit,
është mbush me shqiptar nga gjitha Troja.